Mudrik pritet të pezullohet nga futbolli për 4 vitet e ardhshme. Krejt kjo pasi Federata e Futbollit Anglez ka akuzuar atë që ka përdorur doping. Në janar të vitit 2023, ai u transferua te Chelsea nga Shakhtar Donetsk për 100 milion euro. Në garë për të ishte edhe Arsenal, por në fund u toroq pasi nuk ishte interesuar të paguante çmimin që kërkonte Shakhtar Donetsk. Kur ai erdhi në Premier League, pati shumë zhurmë. Pasi disa thonin që Arsenali gaboi që nuk pagoi çmimin e tij, e disa thonin që Chelsea është me fat që e ka këtë lojtar. Por deri më tani është dëshmuar krejt e kundërta. Ai nuk ka arritur të tregojë veten e tij në ndeshjet e Premier League-s. Federata e Futbollit Anglez është duke mbledhur fakte dhe nëse dalin që janë të sakta, atëherë ai pritet të dënohet dhe pritet të pezullohet për 4 vite nga futbolli.